Kishte një natë, dhe unë nuk e haroj dot kurrë atë natë, kur qëndrova pas derës së dhomës time dhe dëgjova gjëra që asnjë vajzë nuk duhet i dëgjoj kurrë nga goja e njerëzve që quhen familja e saj. Dëgjova zërin e babait tim, zërin e xhaxhait tim dhe një zë tjetër të panjohur, të rëndë, si të dikujt që ka ardhur të blej diçka nga tregu, dhe ajo diçka isha unë. Arbresh, 22 vjeç, sy të zinj si nata, flok të gjatë si mëndafshi errët dhe një zemër që besonte ende, madje edhe atë natë, se njerëzit e mi nuk do të mund të bënin një gjë të tillë. Por e bën me kaq qetësi, me kaq llogaritje, sikur po vendosnin për ndonjë tokë, ndonjë shtëpi, ndonjë mall që mund të shkëmbehej pa asnjë ndjenjë faji. Nëse keni ndonjëherë ndjerë se jeni të padukshëm brenda familjes suaj, nëse keni ndjerë se zëri juaj nuk ka peshë, se vendimet tuaja nuk kanë vlerë, se ekzistenca juaj shërben vetëm si mjet për qëllimet e të tjerëve, atëherë ju lutem qëndroni me mua deri në fund të kësaj historie, sepse kjo histori është edhe e juaja. Dhe ju lutem, para se të vazhdoni, lini një koment poshtë kësaj videoje. Shkruani vetëm një fjalë. Çfarë do të kishit bërë ju nëse do të ishit në vendin tim atë natë? Vetëm një fjalë, sepse kjo histori fillon me heshtjen time dhe mbaron me zërin tim, dhe unë dua të di nëse edhe ju keni pasur ndonjëherë moment kur e keni kuptuar se heshtja ka koston e saj më të lartë. Qëndroni me mua. Kjo do të jetë historia më e gjatë, më e dhimbshme dhe ndoshta edhe më e bukur që unë mund t'ju rrëfej. Arbresh lindi në një shtëpi ku dashuria ekzistonte, por si një bim që suitej kurrë mjaftueshëm. Ekzistonte, po, por gjithnjë pak e shtangur, pak e tharë, pak e hequr larg dorës kur kishte nevojë më shumë. Nëna e saj, Fatmia, ishte një grua e bukur e heshtur, bukuria e asaj lloj gruaje që ka mësuar herët se është më mirë të mos flasësh shumë. Babai i saj, Agimi, ishte një burr që punonte, ofronte bukën e gojës dhe besonte se kjo ishte e mjaftueshme për të quajtur veten baba të mirë. Kishte edhe dy vëllezërit e mëdhenj, Ardianin dhe Drintonin, të cilët kishin mësuar shpejt se në atë shtëpi vajzat nuk kishin të njëjtat të drejta si djemt dhe as u interesonte t'u kërkonin. Arbresh ishte e fundit, vajza e vetme, dhe nëse do ta kuptoni ndonjëherë se çfarë do të thotë të jesh vajza e vetme në një familje tradicionale ku kultura ka zënë vendin e arsyes, ku inderi ka zënë vendin e dashurisë, ku çdo të thotë bota ka zënë vendin e çfarë ndjen ti, atëherë do ta kuptoni menjëherë pse Arbresh kishte mësuar të buzëqeshte kur kishte dëshirë të qante. Ajo kishte mësuar edhe shumë gjëra të tjera. Kishte mësuar që ndrihet herët, se duhesh punuar pa ankuar, se duhesh qëndruar e qetë kur dikush flet mbi ty sikur nuk je në dhomë, se duhesh hëngër e fundit, se duhesh fjetur me mendimet tua, sepse s'kishte kush t'i dëgjonte, se duhesh falenderuar edhe kur nuk kishte asgjë për t'u falenderuar, dhe mbi të gjitha kishte mësuar se dashuritë e vërteta, dashuritë që ndihen si ajër i pastër, si dritë dielli në fytyrë, si ajo ngrohtësi që nuk e gjen dot me fjalë, ishin gjëra për të cilat ajo nuk kishte të drejtë. Arsyen e kuptoi vonë, shumë vonë. Arsyeja ishte shumë e thjeshtë dhe shumë e egër njëkohësisht. Ajo ishte vajzë dhe vajzat në atë shtëpi ishin investim. Investim që prisje të kthehej një fardite. Investim që mbaje mirë, jo se të interesonte mirëqenia e tij, por sepse çmimi do të ishte më i lartë kur të vinte koha. Por Arbresh nuk e dinte këtë. Jo ende, jo atëherë. Shtëpia ku rrit Arbresh ishte e madhe nga jashtë. Kishte obor të gjerë, dyer të larta druri, dhoma të shumta dhe një kopsht rreth e qark ku nëna mbillte lulet e saj. Lulet që i kujdesej me durim të jashtëzakonshëm, si të ishin fëmijët e saj. Ndoshta sepse fëmijët e saj si kishin lënë ta kujdesej kurrë aq lirshëm. Ndoshta sepse e luleve u flisnin pa frikë. Por brenda atyre mureve, hapësira ishte e vogël, jo fizikisht, por emocionalisht, ligjërisht, njerëzisht. Arbresh kishte dhomën e saj, po, por ajo dhomë kishte rregulla. Dritaret nuk hapeshin pas orës 9. Vizitat ishin të kufizuara, telefoni monitorohej,
Shoqet priteshin me sytë e ngulur, me pyetje të pafund pas largimit të tyre. Nga ishte ajo, si ishte familja e saj, si vishej, si fliste. Çdo miqësi e Arbreshës kalonte nëpër filtrin e familjes para se të bëhej zyrtare. Shkollën e kishte mbaruar me rezultate të mira. Aq të mira sa mësuesit i kishin thënë shpash se kishte talent, se duhej të vazhdonte, se kishte mundësi. Por ajo kishte mësuar të mos i ndante ato fjalë me familjen. Herën e fundit që e kishte bërë, kur kishte treguar se profesoresha e letërsisë e kishte rekomanduar se ta aplikonte në një universitet jashtë, babai kishte ngritur shikimin nga gazeta dhe kishte thënë vetëm kaq: "Ndaj mendjen nga gjërat e tima, nuk është për ty." Dhe nëna kishte vazhduar të gatuante si të mos kishte dëgjuar asgjë. Kjo ishte gjuha e asaj shtëpie, jo fjalë të shumta, jo debate, jo shpjegime, vetëm vendime të nxjerra nga njerëz të caktuar për njerëz të tjerë, pa pyetur, pa shpjeguar, pa kuptuar ndonjëherë se dëmi mund të ishte i thellë dhe i qëndrueshëm. Arbresh kishte miq të pakt, por të sinqert. Kishin miqësinë e asaj lloji që formohet kur dy njerëz kuptojnë njëri tjetrin pa pasur nevojë për shumë fjalë. Shqipen, miqen e saj më të mirë, e kishte njohur në shkollë dhe kishin mbetur afër edhe pas mbarimit. Shqipja ishte e lirë në mënyrën e vet, fliste lart, qeshte fort, kishte mendime dhe i shprehte pa frikë. Arbresh e admironte këtë liri me atë lloj admirimi të përzier me zili të lehtë, jo zili të keqe, por atë lloj zilie që ndihet kur shikon diçka të bukur dhe e di se nuk e ke. "Pse nuk flet ti kështu?" e kishte pyetur Shqipja një herë pasi Arbresh kishte heshtur kur dikush në grup kishte thënë diçka të padrejtë. "Ti e di gjithmonë ç'duhet thënë, e shoh në sytë e tu. Dia nuk mjafton, duhen edhe kushte." Shqipja e kishte parë me atë sy ndjesje që kishin shoqet e mira kur e kuptojnë se s'mund të bëjnë asgjë për ty, jo ende. Arbresh kishte edhe ëndra, natyrisht që kishte. Ëndëronte të studionte arkitekturë, jo se i kishin thënë të ëndëronte këtë, por sepse ishte tërhequr gjithmonë nga mënyra se si hapësirat dhe njerëzit ndërvepronin. Mënyrën se si dritarja e vendosur sakt ndërronte gjithë ndjenjën e një dhome. Mënyrën se si një korridor i ngushtë bënte njerëzit të nuhatin njëri tjetrin, ndërsa një dhomë shumë e madhe i bënte të ndihen të humbur. Kishte karikatura me vizatime, kishte fletore të mbushura me skica shtëpish që s'ekzistonin, kishte planimetri imagjinare të hapësirave ku do të kishte dashur të jetonte, hapësirave ku kishte dritë, ku kishte ajër, ku nuk kishte dyer të bllokuara dhe rregulla të pashkruara. Ato fletore i mbante të fshehta, në ndyshek, në rrobat në dollap, askund ku syri i babait mund të binte. Sepse në atë shtëpi, ëndrat e vajzave ishin gjëra private, si turpi, diheshin, por nuk fliteshin. Gjërat nuk ndryshuan brenda natës, kur nuk ndryshojnë brenda natës, edhe kur të duket se ndryshuan. Rrënjët e ndryshimit mbjellen muaj, ndoshta vjet para se të shfaqej mbi tokë. Arbresh e kuptoi këtë vetëm shumë më vonë, kur kishte kohë të shikonte prapa dhe të shihte gjurmët. Ndryshimet filluan me vizitat të burrave, të moshave të ndryshme, por me të njëjtin stil. Formal, të matur, me dhurata. Herën e parë nuk kuptoi. Ishte një fari 40 vjeç, ardhur me babain dhe vëllain. Kishin pirë kafe në sallon, kishin folur me babain dhe xhaxhain. Arbresh kishte shërbyer kafen, siç pritej, dhe kishte hyrë e dalë pa shumë vëmendje. Pas largimit të tyre, nëna e kishte pyetur me zë të ulët. "Si të dukej?" "Kush?" kishte pyetur Arbresh, vërtet e paqartë. Nëna kishte heshtur, kishte kthyer syt nga dritarja, dhe Arbresh kishte kuptuar, me atë kuptim të ftohtë që ndihet si dorë e akullt në kurriz, se ai burri 40 e disa vjeç kishte ardhur të shihte Arbreshën, jo familjen, jo borrin, jo kafen, atë. "Nëna", kishte thënë Arbresh ngadalë, "ai burr ishte aq i vjetër sa ti." Nëna nuk kishte thënë asgjë. Kishte ngritur supet shumë pak, aq pak sa ndoshta nuk kishte lëvizje fare, ndoshta ishte frymëmarrje, dhe kishte dalë nga dhoma. Arbresh kishte qëndruar vetëm në sallon, me filçanin e zbrazur ende në dorë dhe kishte parë dritën e diellit të pasdites duke bjerë mbi parketin e shëndritshëm.
Kishte qenë diçka surreale në atë moment, ajo dritë e butë, ajo heshtje e rëndë, ajo kuptimi i ri që zinte vend ngadalë, si uji që hyn në nder. Kjo kishte qenë hera e parë. Pas saj, kishin ardhur të tjera. I dyti kishte qenë pak më i ri, rreth 35 vjeç. I kishte sjellë çokoladë, kishte buzëqeshur kur e kishte parë, Arbresh kishte ndjerë se si vështrimi i tij kishte rrëshqitur mbi të, jo si dikush që sheh njeri, por si dikush që vlerëson mall. E kishte ndjerë atë vështrim si diçka fizike, si diçka që lë gjurmë. Kishte dalë nga salloni sa më shpejt mund të kishte. Natën kishte dëgjuar babain duke i treguar nënës, ka pronë, ka shtëpi, ka makinë. Askush nuk e kishte pyetur Arbreshën nëse kishte ndjenja. I treti kishte qenë nga një qytet tjetër. I katërti nga jashtë shtetit. Secili kishte sjellë diçka. Kafene, ëmbëlsira, ndonjëherë edhe dhurata më të shtrenjta. Dhe secilës herë, pas largimit të tyre, biseda në shtëpi ishte e njëjtë. Pasuria, prona, statusi. Asnjëherë karakteri. Asnjëherë çfarë kishte studiuar. Asnjëherë çfarë donte Arbresh. Arbresh filloi të kuptojë çfarë po ndodhte, por nuk kishte guxuar ta pranojë plotësisht. Kishte shpresuar se ishte keq kuptim, se familja e saj nuk mund të ishte kaq e ftohtë, se do të vinte dita kur dikush do ta pyeste. Arbresh, çfarë mendon ti? Ajo ditë nuk erdhi. Ajo natë e zezë dhe e ftohtë, nuk kishte qenë si të tjerat. Arbresh kishte shkuar të flinte herët, me dhimbje koke dhe me atë lodhje të veçantë që nuk vjen nga puna fizike, por nga mendja e lodhur nga të menduarit e njëjtit krug. Ishte shtrirë, kishte mbyllur syt, kishte dëgjuar erën jashtë, dhe pastaj kishin ardhur zërat. Foli më parë Xhaxhai Nexmedin, vëllai i madh i babait, burri i cili kishte pasur gjithmonë fjalën e fundit në familje. Kishte zë të rëndë, si njeri i mësuar të komandoj. Kishte thënë emrin e Arbreshës. Arbresh kishte ndenjur e pa lëvizur. Pastaj kishte dëgjuar të flishte babai, me atë ton nënshtrues që kishte gjithmonë kur ishte para vllait të madh. Dhe pastaj kishte dëgjuar zërin e panjohur, të qetë, konfident, si dikush që e di se ka fuqi. Nuk kishte dëgjuar çdo fjalë qartë, muri ishte i trash, por kishte dëgjuar mjaftueshëm. Kishte dëgjuar shifra, kishte dëgjuar emrin e qytetit tjetër, kishte dëgjuar frazën familje e mirë, të shqiptuar si argument. Kishte dëgjuar babain duke thënë diçka për nderin dhe të ardhmen. Kishte dëgjuar Xhaxhain duke thënë se koha kishte ardhur, dhe kishte dëgjuar atë zërin e huaj, të qetë, konfident, duke thënë se ishte dakord me kushtet. Kushtet. Arbresh ishte bërë gur, kishte ndenjur e pa lëvizur, me dorën e ngulur në murin e ftoftë, me zemrën duke rrahur aq fort sa kishte menduar se mund ta dëgjonin. Kushtet, si të flisje për blerje, si të flisnje për kontrat, si të flisnje për tokë ose bagëti, ose ndonjë pasuri tjetër, që mund të blihej me ujdi mes burrave. Jo për njeri, jo për vajzën e tyre. Por ata e kishin thënë atë fjalë, me gojë të hapur, pa asnjë pikë brejtje ndërgjegje, pa asnjë tjetim, dhe kjo kishte qenë gjëja më e frikshme nga gjithçka. Jo ç'kishin thënë, por se si. I kishin thënë, me qetësi, me normalitet, si njerëz që e bënin një gjë të zakonshme, një gjë që e kishin bërë edhe disa herë të tjera, ndoshta edhe do ta bënin sërish. Arbresh kishte kthyer ngadalë drejt shtratit. Kishte shtrirë, kishte mbyllur syt, por gjumi nuk kishte ardhur. Nuk kishte ardhur për shumë net rresht. Të nesërme në mëngjes, Arbresh kishte zbritur poshtë si gjithmonë. Kishte përgatitur mëngjesin, kishte shërbyer kafen, kishte ulur syt kur babai kishte kaluar afër. Asnjë shenjë jashtë se dia çfarë dinte. Kishte mësuar herët se heshtja mund të jetë mburoj, por ndryshimi kishte qenë brenda saj. Diçka kishte ndryshuar natën e kaluar, jo me zhurmë, jo me lot, por me atë ndryshim të qetë dhe të palëvizshëm të njerëzve kur kalojnë një prage nga e cila nuk kthehen. Kishte parë sytë e babait gjatë mëngjesit, ato sy të njohur, sy të burrit që i kishte mbajtur mbi shpatulla kur ishte vogël, sy të burrit që i kishte bler librin e parë, dhe kishte parë diçka që nuk kishte mundur të shihte më parë. Indiferencën.
indiferencën e dikujt që ka marrë vendim dhe nuk ndjen nevojë të shpjegohet. Kishin kaluar 3 ditë kur nëna kishte hyrë në dhomën e Arbreshës. Kishte mbyllur derën pas vetes. Diçka e pazakont. Kishte ulur mbi karrigen pranë dritares dhe kishte parë duart e veta. Arbresh, kishte filluar, i arritur. Arbresh kishte pritur, kishte mësuar të priste. Babai dhe xhaxhai kanë gjetur dikë, kishte vazhduar nëna me zë të ulët, pa ngritur syt. Është familje e mirë, ka mundësi, ka... E di, kishte thënë Arbresh. Nëna kishte ngritur syt. Kishte pasur diçka atje, surprizë ndoshta, ose ndoshta lehtësi. Ndoshta kishte shpresuar se Arbresh do ta bënte të lehtë. Kur? Kishte pyetur Arbresh me zë krejtësisht të qetë. Javës tjetër do të vinë familjet, për ta parë njëri tjetrin. Arbresh kishte kthyer kokën drejt dritares. Kopshti i nënës ishte atje, me lule të rregulluara me kujdes. Kishte qenë muaj i bukur, muaj kur gjithçka lulëzonte. Kishte pasur diçka ironike dhe të dhimbshme në atë bukuri. Nëna, kishte thënë ngadalë, kur nuk më ke pyetur çfarë dua unë. Nëna kishte hapur gojën dhe kishte mbyllur sërish. Pastaj kishte ngritur, kishte dalë nga dhoma dhe kishte mbyllur derën pas vetes me atë kujdes të tepruar të njerëzve kur nuk duan të bëjnë zhurmë sepse e din se kanë bërë diçka që zhurmën e meriton. Arbresh kishte mbetur vetëm. Kishte marrë fletoren e saj, atë me skica shtëpish, dhe kishte hapur. Kishte parë vizatimet e saj, ato shtëpi me dritare të shumta, ato korridore me dritë, ato hapësira ku imagjinonte të jetonte. Kishte mbyllur fletoren ngadalë. Pastaj kishte qarë, por jo me zë, kur me zë. E kishte thirrur shqipen të nesërmen, kishin zbritur në kafe. Kafja e vetme ku Arbresh kishte leje të shkonte, dhe kishte treguar gjithçka. Jo me lot, me fjalë të qeta dhe të çuditshme të organizuara, sikur po tregonte historinë e dikujt tjetër. Shqipja e kishte dëgjuar pa e ndërprer, gjë e rrallë për shqipen. Kur Arbresh kishte mbaruar, kishte qëndruar e heshtur për moment. Sa vjeç është? Kishte pyetur pastaj. Nuk e di sakt, xhaxhai tha mbi 30. Ti je 22. E di. Arbresh, e di shqipe. Jo, nuk e di, ose nëse e di, nuk po sillesh si dikush që e di. Shqipja kishte shtrirë dorën mbi tryezë dhe kishte kapur dorën e Arbreshës. Nuk mund ta lejosh këtë. Çfarë do të bëj? Kishte pyetur Arbresh, dhe kjo kishte qenë pyetja e vërtet, pyetja pas të gjitha pyetjeve. Jo protest, jo mohim, vetëm pyetja reale. Çfarë bëhet kur je brenda sistemit dhe sistemi ka fuqinë? Ikën, kishte thënë Shqipja menjëherë. Ku? Çdo vend jashtë asaj shtëpie. Me çfarë? Me kë? Ku do të shkoj? S'kam punë, s'kam para, s'kam asgjë me emrin tim. Arbresh kishte parë miqen e saj, miqen e lirë, miqen me familje ndryshe, miqen që nuk e kishte jetuar kur këtë. Ti flet lehtë, Shqipe. Ti flet si dikush që ka zgjedhje. Shqipja nuk kishte thënë asgjë për disa çaste. Pastaj kishte thënë me zë të ulët. Do të ndihmoj unë. Nuk mund. Do të ndihmoj unë, kishte përsëritur Shqipja me një tonicitet të ri, me atë vendosmëri të vogël por të fortë që kishin njerëzit e mirë kur vendosin të bëjnë diçka të vështirë. Dëgjoj mua, duhet të mendosh, duhet të planifikosh, por para gjithçkaje, a dëshiron ti të shkosh me atë njeri? Arbresh kishte parë xhamin e kafes. Kishte parë rrugën jashtë, njerëzit që kalonin, jetën që vazhdonte pa e pyetur. Jo, kishte thënë, thjesht kaq. Jo. Atëherë ne gjejmë rrugë, kishte thënë Shqipja, dhe kjo kishte qenë hera e parë që Arbresh kishte ndjerë jo shpresë të madhe, jo siguri, por atë farë të vogël të mundësisë, atë shenjë se ndoshta ekzistonte një botë tjetër posa asaj dhome, posa atyre mureve, posa atyre rregullave. Farz i vogël, por farz real. Kishin ardhur të diel pas dite. Familja e djalit, nëna, babai, vëllai i madh dhe vet djali, i quajtur Flamuri. Arbresh e kishte dëgjuar emrin herën e parë atë mëngjes, kur nëna e saj kishte thënë, do të vinë familja e Flamurit. Flamuri kishte qenë i lartë, me flokë të shkurtra, me sy të çuditshëm,
Jo të mirë, jo të këqij, vetëm të zbrazët. Jo në mënyrën e njerëzve të thellë që mendojnë shumë. Zbrasti tjetër, ajo e indiferencës. Kishte hyrë i pari në salon, kishte vërejtur dhomën shpejt si njëri i mësuar të vlerësoj situata dhe pastaj kishte ulur syt tek Arbresh me atë lloj vëmendjeje që nuk kishte asgjë romantike në të. Arbresh kishte qëndruar e drejt, e veshur me fustan të thjesht, nëna e kishte zgjedhur veshjen, me flokë të rregulluara, me fytyrë të qetë. Kishte vendosur herët se nuk do të tregonte asgjë. Do t'i ishte guri, do t'i ishte muri. Do të shihte dhe do të kuptonte, dhe pastaj do të vendoste çfarë të bënte. Kishte shërbyer kafen, kishte ulur, kishte dëgjuar bisedën, shumë e zakonshme, e zgjedhur me kujdes, me atë lloj formaliteti të rrem të mbledhjeve ku të gjithë dinë se çfarë ka ardhur dhe askush nuk e thot drejt për drejt. Kishte parë nënën e flamurit, grua e moshës mesme, me arë të shumt, me buzëqeshje të llogaritur. Kishte parë babain e flamurit, burr me fytyrë të ashpër, pak fjalë, shumë lëvizje vlerësuese të syve. Kishte parë vëllain e madh, i cili nuk kishte hequr syt nga telefoni. Dhe flamurin kishte parë sërish, atëherë me vëmendje. Kishte qenë 13 ose 14 vjet më i madh. Kishte pasur unaz në gisht, Arbresh e kishte vënë re menjëherë. Pastaj e kishte kuptuar, ishte e divorcuar. Xhaxhai kishte treguar babait para vizitës. Ka pasur grua, s'ka shkuar mirë, por ka pasuri. Arbresh kishte parë unazën, kishte parë sytë e zbrazët, kishte parë buzëqeshjen e llogaritur të nënës së tij, dhe kishte ndjerë, jo revolt ende, jo, por diçka më e thellë, trishtim. Atë trishtim i cili nuk qan, sepse e di se lotët nuk ndihmojnë, por mblidhet brenda dhe bëhet diçka tjetër me kalimin e kohës. Diçka më harder, diçka më stronger. Arbresh kishte ndjerë se po kthehej ngadalë në diçka tjetër. Takimi kishte zgjatur 2 orë. 2 orë gjatë të cilave Arbresh kishte thënë saktësisht 11 fjalë. Kishte numëruar. Kur familja e flamurit kishte dalë dhe kishte mbyllur portën pas tyre, babai kishte kthyer drejt Arbreshës me fytyrën e kënaqur. Familje e mirë, kishte thënë. Do të dalë mirë. Arbresh kishte parë babain. Kishte parë atë fytyrën e burrit që e dinte se e dinte se mendonte se e bënte gjën e duhur. Dhe kjo kishte qenë ndoshta dhimbja më e madhe, sa ai besonte sinqerisht se e bënte gjën e duhur. Kishte shkuar në dhomën e saj, kishte mbyllur derën, kishte qëndruar me shpinë pas derës dhe kishte lënë veten të rrshqas ngadalë derisa kishte ulur në dysheme. Kishte vendosur kokat mbi gjunjë. Dhe kishte qëndruar kështu shumë kohë, pa qarë, pa shqiptuar asnjë fjalë, vetëm duke qenë. Kur njeriu mbetet pa zgjedhje, kur dyert mbyllen njëra pas tjetrës dhe tavanët ulen dhe ajri paksohet, atëherë ndodh diçka kurioz. Mendja, e detyruar, fillon të punojë ndryshe. Fillon të gjejë rrugë ku syri normal nuk shihte rrugë. Fillon të bëhet e zgjuar me atë lloj zgjuarësie të qetë dhe të ftohtë të mbijetesës. Arbresh kishte nisur të mendojë, jo emocionalisht, jo me lot, jo me revolt, jo me inat, por cool-headed, sikur po zgjidhte problem matematik. Çfarë kishte? Çfarë i mungonte? Çfarë mund të bënte? Kishte pak para, kursime të vogla, fshehur me vite, lek të mbledhur nga dhurata të vogla të ditëlindjes, nga ndonjë punë rastësishme e bërfshurazi gjatë viteve. Jo shumë, por jo asgjë. Kishte shqipen, dhe shqipja kishte shtëpi të vetën, apartament të vogël ku kishte jetuar vetëm ndërkohë. Kishte diplomën e shkollës, kishte gjuhë, shqip, gjermanisht bazë, pak anglisht. Kishte aftësi, gatim, organizim dhe ato aftësi arkitekturale të papërdorura që qëndronin ende të gjalla brenda saj, pavarësisht gjithçkaje. Dhe kishte diçka që ishte ndoshta më e vlefshme se të gjitha. Kishte kuptim. E kishte kuptuar tani plotësisht çfarë po ndodhte. Nuk kishte iluzione, nuk kishte shpresë naive. Kishte vetëm vlerësim të qartë të situatës. Dhe njeriu që kupton sakt ku ndodhet, ka shans, edhe nëse i vogël, të ndryshojë drejtim. Kishte thirrur shqipen natën kur të gjithë kishin fjetur. Shqipe, kishte thënë me zë shumë të ulët, dua të planifikojmë. Po të dëgjoj, kishte thënë shqipja, dhe kishte qenë gati. Siç janë gati miqtë e vërtet, pa pyetje, pa hezitim.
Kishin folur 2 orë, kishin llogaritur gjëra, kishin menduar probleme dhe zgjidhje, kishin qenë realist, jo romantik. Kishin pranuar se gjërat nuk do t'ishin të lehta, kishin pranuar se do t'ishte dhimbje, do t'ishte sakrifikim, ndoshta do t'kishte ndarje nga njerëz të dashur, por kishin vendosur gjithsesi. Kur mendoni ta bëni fejesën, kishte pyetur Shqipja. Muajin tjetër sipas babait. Pra kemi kohë? Jo shumë, mjaftueshëm. Arbresh kishte mbajtur telefonin fort dhe kishte parë errësirën e dhomës. Kishte ndjerë, për herë të parë prej shumë kohësh, diçka si forcë. Jo siguri, jo gëzim, por forcë. Ajo ndjenje vogël por e palëvizshme e dikujt që ka vendosur. Shqipe, kishte thënë ngadalë, po të them diçka. Fol. Çfarëdo që ndodh, çfarëdo, unë nuk do të martohem me atë njeri. Kishte pasur heshtje nga ana tjetër. Pastaj Shqipja kishte thënë me zë të ngrohtë. E di, dhe do t'jemi të dy. Arbresh kishte filluar të vërej gjëra që më pari kishte shpërfillur. Vëmendje të reja ndaj lëvizjeve të saj, pyetje të reja, jo me zë të lartë, por të fshehura brenda bisedave të zakonshme. Ku po shkon? Kishte filluar të jetë pyetje çdo herë, jo vetëm ndonjëherë. Me kë ishe? Kishte kërkuar përgjigje të detajuara. Telefoni i saj, i cili dikur ishte kontrolluar herë e herë, tani dukej se monitorohej me kujdes të shtuar. Nëna kishte filluar të fliste me Arbreshën ndryshe, jo me forcë. Nëna e saj nuk ishte kur grua e forcës direkte, por me atë lloj presioni të butë, të vazhdueshëm, si uji që bie pik-pik mbi gur dhe i gërryen ngadalë. Flamuri është djali i rregullt, do të kesh jetë të qetë, familja e tij ka shumë, ç'duan vajzat sot të bëjnë vetë, ç'vështirësi duhet i kalojnë pa nevojë. Vëllezrit, Ardiani dhe Drintoni, kishin filluar edhe ata të sillnin shenja, jo fjalë direkte, por ato gjeste të vogla të mbikëqyrjes. Ardiani kishte filluar t'i tregonte Arbreshës se kur duhet të kthehej kur dilte. Drintoni kishte filluar të ulet në sallon kur vinin miqt. Njëra natë, Drintoni kishte thënë si rastësisht, si me humor. Arbresh, sa kohë ke akoma para se të shkosh shtëpinë e re? Dhe kishte qeshur. Kishte qeshur vetëm ai, dhe Arbresh kishte buzëqeshur nga që kishte mësuar se buzëqeshja ishte mburoj. Shtëpia kishte filluar të ndihej e ndryshme, jo fizikisht, të njëjtat mure, të njëjtat dyer, të njëjtat dritare, por energjia kishte ndryshuar. Arbresh e kishte ndjerë si atë presion atmosferik para stuhis, kur ajri bëhet i rënd dhe gjithçka ngadale mblidhet. Çdo ditë që kalonte, presioni rritej pak. Çdo ditë, kafazi bëhej pak më i ngushtë. Kishte pasur edhe vizita të reja nga Xhaxhai Nexhmedini, vizita që nuk ishin rastësi. Arbresh e dinte mirë. Xhaxhai vinte, pinte kafe, fliste me babain dhe në mes bisedës gjithmonë gjente mënyrën të futej ndonjë fjali për Arbreshën. Po rritet mirë vajza. Familja e Flamurit pret. Mos e zgjasim shumë, janë njerëz me kohë. Çdo fjali kishte qenë si shpinë e gishtit mbi tryez, jo goditje, por sinjal. Kishte qenë Xhaxhai ai që kishte bërë marrëveshjen, e kuptonte tani Arbresh. Babai kishte qenë pjesëmarrës, por iniciativa kishte qenë e Xhaxhait. Xhaxhai kishte kontaktet, Xhaxhai kishte rrjetin, Xhaxhai kishte bindjen se dinte çfarë ishte e mira për familjen, dhe Xhaxhai kishte pasur gjithmonë fjalën finale. Kishte pasur natë kur Arbresh kishte dëgjuar Xhaxhain duke i thënë babait: "Agir, mos lejo që vajza të bëj probleme. E ka kohën. Çdo ditë vonesë është humbje." Humbje. Arbresh kishte shijuar fjalën me atë mënyrën e vet të qetë dhe të dhimbshme. Humbje, sepse ajo ishte mall dhe malli prishej me vonesë. Kishte pasur një mbrëmje kur Arbresh kishte ndenjur dhe kishte filluar të shkruaj, jo plan, jo listë, jo strategji, por letër drejtuar babait të saj. E kishte shkruar me dorë, jo me telefon, jo me kompjuter, me stilolaps mbi fletë të bardhë, me shkrim të vogël e të rregullt siç kishte gjithmonë. Kishte filluar: "Baba, dua të tregoj diçka që nuk di si ta them me zë." Kishte shkruar për orë, kishte shkruar gjëra që nuk i kishte thënë kurrë me gojë. Kishte shkruar për ëndrat, ato shtëpi me dritë, ato hapësira me ajër. Kishte shkruar për frikën, jo frikën e martesës në vetvete, por frikën e të jetuarit brenda një jete që nuk e kishte zgjedhur.
Kishte shkruar për mënyrën se si e kishte parë gjithmonë babain si burr të mirë, dhe si kjo kishte bërë gjithçka edhe më të dhimbshme, sepse si proteston kundër dikujt që e do dhe megjithatë të dëmton. Kishte shkruar: "Nuk po të kërkoj shumë, po të kërkoj vetëm të dëgjosh, jo të ndryshosh mendim, vetëm të dëgjosh, vetëm një herë, vetëm si baba." Kishte shkruar edhe për nonën. Kishte shkruar se e kuptonte pse nëna heshte, sepse edhe nëna e kishte jetuar të njëjtën heshtje, edhe nëna kishte mësuar se zogu nuk fluturon kur kafazi është i mbyllur. Por kishte shkruar edhe: "Nëna, nëse ti ke heshtur gjithë jetën, a do që unë të bëj të njëjtën gjë? A do kur të jesh plak të shikosh sytë e mi dhe të shohësh të njëjtën heshtje si më sytë e tu?" Letra kishte qenë 8 faqe, kishte qenë e sinqert, e plot, e dhimbshme dhe e qartë. Arbresh e kishte lexuar një herë, pastaj e kishte palosur, pastaj e kishte vendosur në një jashtëk. Dhe kurrë nuk e kishte dhënë, sepse kishte kuptuar, me ato kuptim të ftohtë dhe të qartë, se letra nuk do të kishte ndryshuar asgjë. Jo sepse babai nuk e donte, por sepse marrëveshja tashmë ishte bërë, sepse xhaxhai kishte dhënë fjalën, sepse nderi i familjes, ai konstrukti brisht dhe i egër, kishte marrë formë dhe nuk mund të çmontohej me letër, sa do e sinqert. Disa gjëra ndryshoheshin me fjalë, disa vetëm me veprime. Arbresh e kishte kuptuar këtë natën kur kishte palosur letrën dhe kishte nisur të mendoj jo me zemër, por me mendje. Kishin mbetur 6 ditë para ceremonisë së fejesës zyrtare, ajo mbrëmje e cila do të bënte gjithçka publike, do ta vuloste marrëveshjen para të gjithëve dhe do ta bënte shumë më të vështirë çdo gjë tjetër. Arbresh dhe Shqipja kishin planifikuar gjithçka me kujdes, me atë kujdes të qetë dhe metodologjik që kishte vetëm Arbresh dhe që Shqipja e admironte dhe shtëmbej prej tij. Kishin llogaritur para, kishin gjetur vendin. Apartamenti i Shqipes kishte dhomë të vogël boshe. Kishin menduar për punën. Shqipja kishte kontakt në firmë ndërtimi që kërkonte njerëz të aftë dhe diploma e Arbreshës me rezultate mund të hapte berën edhe pa eksperiencë. Kishin menduar për kohën. Kur, si, cila natë. Kishin vendosur 5 ditë para fejesës. Por pastaj kishte ndodhur diçka që nuk e kishin parashikuar. Xhaxhai Nexhmedini kishte ardhur të mërkurën pasdite dhe kishte pasur bisedë me babain. Bisedë që Arbresh kishte dëgjuar pjesërisht. Kishin folur për siguri shtesë. Kishin folur se duhej mos i lën vajzës shumë liri këto ditë. Kishin vendosur, pa pyetur asnjë, se Arbresh nuk do të dilte nga shtëpia pa shoqërim deri pas fejesës. Njëra ditë kishte mbetur. Plani kishte ndryshuar. Arbresh kishte thirrur Shqipen atë natë, me zë shumë të ulët, me fjalë shumë të shkurtra, me atë ton të njerëzve që kanë pak kohë dhe shumë nevojë. Nesër natën, kishte thënë. Mirë, kishte thënë Shqipja pa hezitim. E kishte planifikuar çdo gjë, kishte mbledhur të gjitha gjërat e saj të domosdoshme, dokumentet, kursimet, rrobat bazë dhe atë fletoren me skica shtëpish. Kishte vendosur gjithçka në qantë të vogël, qantë sportive të zezë, diskrete. Kishte fshehur qantën në shtrat, pas kutive. Kishte fjetur pak atë natë, jo shumë, por mjaftueshëm për ta mbajtur mendjen. Kishte dëgjuar shtëpinë, zërat e natës, fishkëllima e mundshme e erës, krojtja e shtratit kur ndokush lëviste. Kishte mësuar tingujt e asaj shtëpie me vite dhe i dallonte të gjithë. Kishte ngritur pak para se ta agonte. Kishte shtruar shtrat me kujdes, zakon i vjetër. Kishte shkuar tek pasqyra dhe kishte parë veten. Kishte qenë moment kurioz, ajo dhe vetvetja, syri me sy. Kishte parë vajzën atje, vajzën 22 vjeçe, me sy të zinj, me fytyrë të lodhur, por me diçka tjetër në syt. Atë shkëndi të vogël, aq të vogël sa mund të humbiste left, por akoma atje. Kishte thënë me zë të ulët ndaj pasqyrës. Jo si teatër, por vërtet, si dikush që ka nevojë ta dëgjojë zërin e vet. Je e aftë, je e fortë. Do ta bësh. Pastaj kishte zbritur. Kishte bërë mëngjesin, si çdo ditë. Kishte zier kafen, si çdo ditë. Kishte përgatitur tryezën, si çdo ditë. Kishin ngrënë të gjithë tokë, babai, nëna, vëllezërit, dhe Arbresh kishte ulur dhe kishte ngrënë me qetësi.
Kishte folur kur ishte pyetur, kishte buzëqeshur kur ishte dashur, kishte funksionuar si pjesë e zakonshme e kësaj shtëpie, sepse duhej, sepse nëse kishim parë diçka ndryshe, gjithçka do kishte kompromentuar. Babai kishte qenë në humor të mirë, kishte folur për fejesën e nesërme, kishte thënë se do të vinin shumë njerëz, kishte thënë dhe kjo kishte qenë momenti më i dhimbshëm i mëngjesit. Shpresoj të jesh e lumtur Arbresh. Kjo është çfarë duam ne. Arbresh kishte parë babain e saj. Kishte parë atë fytyrë të njohur, me ato rrudha, me ato sy, me atë buzëqeshje e pakët por reale. Dhe kishte ndjer atë paradoks tronditës, ta doje një njeri dhe të duhej ikja prej tij. Kishte thënë: "E di baba." Jo gënjeshtër, jo e vërtet e plot, vetëm ato dy fjalë, dhe kishin mbajtur gjithçka brenda. Kishte pritur deri në orën 3 të mëngjesit, deri kur shtëpia kishte fjetur thellë, jo vetëm fizikisht, por me atë lloj gjumi të palëvizshëm kur njerëzit nuk ndihen të monitorojnë. Kishte dëgjuar frymëmarrjen e shtëpisë, rregullare, e thellë, e sigurt. Kishte ngritur, kishte marrë çantën, kishte shkuar tek dhoma e derës dhe kishte hapur, ngadalë, shumë ngadalë, duke e kontrolluar me dorë çdo centimetër për të parandaluar çdo kërcitje. Kishte dalë në korridor. Shtëpia kishte qenë e errët dhe e heshtur. Kishte dritë të vogël nga rruga nëpërmjet perdeve, ajo dritë gri e natës vonë, as errësirë absolute, as ndriçim. Kishte kaluar pranë dhomës së prindërve, kishte dëgjuar frymëmarrjen e barabartë, të qetë të babait. Kishte kaluar pranë dhomës së vëllezërve. Kishte zbritur shkallët, secilën me kujdes, me këmbë të butë, duke shmangur shkallën e tretë nga poshtë që kishte gjithmonë zhurmë. Kishte arritur derën e madhe. Kishte ndalur atje, vetëm për sekond, kishte kthyer kokën dhe kishte parë shtëpinë, të errët, të heshtur, të fjetur. Kishin qenë 22 vjet aty. Kishte pasur dashuri atje, jo gjithmonë e shprehur, jo gjithmonë e plot, por e reale. Kishte pasur momente gëzimi, krishtlindjet, verat, momentet e vogla që e bënin jetën të tolerueshme. Kishte pasur edhe dhimbje, shumë dhimbje. Ishte shtëpia e saj, por ishte edhe kafazi i saj. Kishte hapur derën, kishte dalë. Ajri i natës kishte qenë i ftohtë dhe i pastër, me atë freski të natës vonë që ndihej ndryshe nga dita. Kishte marrë frymë thellë, atë lloj frymëmarrjeje të parë jashtë kafazit, të njerëzit që ka qenë brenda shumë gjatë. Shqipja kishte qenë aty, me makinë, me dritat e fikura, pak më poshtë rrugës. Kishin vendosur kështu, larg shtëpisë për të mos tërhequr vëmendje. Arbresh kishte ecur, me hapa të qetë e të sigurt, jo vrapim, ecje, e dinjitetshme, e vendosur, e heshtur. Kishte hapur derën e makinës, kishte futur çantën, kishte ulur. Shqipja e kishte parë dhe nuk kishte thënë asgjë. Kishte filluar makinën dhe kishte nisur të ecë. Kishin dalë nga rruga dhe shtëpia kishte mbetur prapa, e heshtur, e errët, e fjetur, pa e ditur asgjë. Arbresh kishte parë përpara, nuk kishte kthyer kokën. Kishin arritur në apartamentin e Shqipes, ndërkohë sa ishte akoma errësirë. Shqipja kishte ndezur llampën e vogël në korridor, ajo dritë e butë, e ngrohtë, dhe kishte zjerë çaj. Kishin ndenjur pa folur shumë, secila me kupën e çajit, secila me mendjet e veta. Pastaj Arbresh kishte thënë: "Faleminderit." Shqipja kishte tundur kokën. Nuk ka për çfarë. Kishte pasur heshtje e rehatshme, ajo lloj heshtjeje mes njerëzve që kuptojnë njëri tjetrin thellë. Pastaj Arbresh kishte thënë diçka tjetër, diçka që Shqipja nuk e harroi kurrë. Për herë të parë Shqipe, ndjej se jom unë. Shqipja kishte parë miqen e saj, me sy të kuq nga lodhja dhe emocionet, me flok pak të çrregullt, me fytyrën e bardhë dhe të qetë, dhe kishte menduar se kurrë nuk kishte parë Arbreshën kaq të plotë. Kur kishte aguar, kur drita e parë kishte hyrë në përperdet e holla të apartamentit, Arbresh kishte hapur syt dhe kishte ndjer diçka që nuk e kishte ndjer kohë shumë gjatë. Zgjim pa frikë. Zgjim pa të ndjenjë të mëngjeseve kur dihej çfarë do të sillte dita dhe asnjë prej tyre nuk zgjidheshe vetë. Kishte ngritur, kishte shkuar tek dritarja, kishte hapur perdet. Qyteti kishte qenë atje, me zhurmën e tij të hershme, me njerëzit e parë në rrugë, me dritën e hershme që i jepte gjithçkaje ngjyrë të artë. Kishte qenë bukuri e zakonshme, ajo lloj bukurie që nuk e vëren kur je i lirë, por kur e sheh për herë të parë pas burgut, është diçka e jashtëzakonshme. Arbresh kishte qëndruar tek dritarja dhe kishte parë qytetin.
Dhe kishte buzëqeshur, vërtet, plotësisht, pa llogaritje. Nuk e dinin menjëherë. Babai kishte ngritur I pari, herë e zakonshme, zakon I vjetër. Kishte zbritur, kishte pritur kafen. Nuk kishte zier kafen. Kishte ngritur kokën. Zakonisht, Arbresh kishte zier kafen para se ai të zgjohej. Kishte thirrur. Heshtje. Kishte thirrur sërishmi. Nëna kishte zbritur, kishte parë fytyrën e burrit, kishte kuptuar diçka para se të dinte çfarë. Kishin shkuar te dhoma e Arbreshës, dera kishte qenë e hapur, shtrati I bërë me kujdes, dollapi I zbrazur nga gjërat esenciale, asnjë shenjë konflikti, asnjë shenjë nxitimi, vetëm zbrazëtirë e qëllimshme. Babai kishte qëndruar në mes të dhomës dhe kishte parë hapësirën boshe. Nëna kishte mbajtur grykën e dorës, ajo gjest automatik I njerëzve kur nuk dinë si të mbajnë dhimbjen diku tjetër. Pastaj babai kishte thirrur Xhaxhain. Xhaxhai kishte ardhur brenda gjysmore me fytyrë të skuqur, me inat të shfaqur qysh në portë. Kishte hyrë duke pyetur para se të ulej, kishte bërtitur para se të kuptonte, kishte kërkuar fajtor para se të mendonte. Kishte qenë kjo natyra e tij, dhe kjo natyra kishte treguar shumë. Kishin thirrur Ardianin dhe Drintonin, kishin mbledhur gjithë familjen, kishin filluar të telefonojnë, miqt, kushërinjt, njerëzit e lagjes, kishin pyetur gjithkënd. Kishin gjetur numrin e Shqipes, ai kishte qenë I ruajtur dikund. Shqipja kishte marrë telefonin. Kishte dëgjuar babain, zërin e tij, I cili kishte qenë, Shqipja e kishte treguar më vonë Arbreshës, jo inat, por diçka tjetër, diçka që tingëllonte si frikë, si humbje. Shqipja kishte thënë: Arbresh është mirë, është me mua, është e sigurt. Kishin kërkuar adresën, Shqipja nuk e kishte dhënë. Kishin kërkuar ta dërgonte Arbreshën. Shqipja kishte thënë: Arbresh është e rritur, vendos vet. Kishte mbyllur telefonin. Çfarë vjen pas ikjes? Kjo është gjëja që shumë njerëz nuk e kuptojnë derisa nuk e jetojnë. Nuk vjen paqja menjëherë, nuk vjen lëvizja, vjen presioni. Presioni vjen nga të gjitha anët, si val detare gjatë stuhisë, nga familja, nga shoqëria, nga njerëzit e komunitetit, nga tradita, nga ajo zë I brendshme vet që të thotë se ndoshta ke gabuar, ndoshta duhej të provoje ndryshe, ndoshta ke lënduar të gjithë pa nevojë. Arbresh e kishte ndjer atë presion. Kishte ndjer fillimisht thirrjet, numra të njohur dhe të panjohur, mesazhe pas mesazhesh. Nëna kishte thirrur, jo shumë herë, por me atë tonë që thyen edhe murin më të fortë. Arbresh, kthehu, do flasim, do rregullojmë. Ardiani kishte thirrur, me inat të maskuar si shqetësim. Drintoni kishte dërguar mesazh, fjalë të shkurtra, por me nënkuptim, ke turpëruar gjithë familjen. Turpi, ajo fjalë, ajo armë e vjetër dhe e brisht e komuniteteve të mbyllura. Turpi, e cila kishte fuqinë të bënte njerëzit të ktheheshin nga vendi I tyre I lirë drejt kafazit, jo sepse donin, por sepse turpi ishte I trajnuar të dhemte si plagë e vërtet. Arbresh e kishte ndjer atë dhimbje, nuk kishte qenë imunizuar. Kishin qenë njerëzit e saj, familja e saj, njerëzit me të cilët kishte ngrënë, kishte fjetur në të njëjtën çati, kishte ndarë vitet, dhe mendimi se ata ishin të dhimbshur, se nëna kishte qarë, kjo kishte qenë dhimbje reale, por kishte bërë diçka të mençur. Kishte shkruar, jo dërguar, vetëm shkruar, çfarë do të thotë të kthehej. Kishte shkruar realisht, konkretisht, kthehej, bëhej fejesa, martohej me flamurin, shkonte në qytetin tjetër, jetonte jetën e dikujt tjetër, bëhej grua e burrit që nuk e kishte zgjedhur, linte pas ndërrimin e arkitekturës, linte pas fletoren me skica, linte pas zërin e saj, çdo gjë që ishte ajo, dhe bëhej kë? Çfarë? Një versioni të nënës? Një versioni tjetër të asaj heshtjeje? Kishte lexuar atë që kishte shkruar dhe kishte vendosur sërish. Vendimi I parë, të dilnin, kishte qenë I vështirë, por vendimi I dytë, të mos kthehej, kishte qenë çuditërisht I qartë, sepse kishte bërë lloganin. Dhe llogaria kishte treguar se çmimi I kthimit ishte shumë më I lartë se çmimi I qëndrimit. 3 ditë pas ikjes, Xhaxhai Nexhmedini kishte gjetur adresën. Arbresh nuk diti kurrë saktësisht si, ndoshta nëpërmjet dikujt që dinte dikë, ndoshta nëpërmjet rrugëve të atij rrjeti të madh familjar e fqinjësor që ekzistonte si rrjet nervor nëpër qytet, por kishte ardhur. Kishte trokitur në derën e apartamentit të Shqipes.
Shqipja kishte hapur, dhe kishte qenë guximi i madh ky, ta hapësh derën para atij burri me atë fytyrë. Por Shqipja kishte atë lloj guximi të qetë, të ndërtuar jo nga indiferenca, por nga bindja. Xhaxhai kishte kërkuar arbreshën. Shqipja kishte thënë, do të shkoj ta pyes nëse dëshiron të flas. Kishte hyrë brenda, kishte lënë Xhaxhai në derë, kishte gjetur arbreshën në dhomën e vogël. Arbresh kishte dëgjuar zërin e Xhaxhait dhe ishte kthyer e bardhë. Jo vetëm frika, por nga ajo ndjenja e adrenalinës kur e di se momenti ka ardhur dhe nuk mund ta shtysh më tutje. Shqipja kishte thënë, po të pyes, a dëshiron të flasësh me të? Arbresh kishte marrë frymë. Po, kishte thënë, hape derën. Kishte dalë në dhomën e pritjes, kishte qëndruar, jo ulur, qëndruar para Xhaxhait. Kishte qenë herë e parë në jetën e saj që kishte qëndruar para atij burri pa ulur syt. Xhaxhai kishte filluar të flas, me atë ton autoritar, me atë vokal të rënd. Kishte thënë fjalë për nderin, kishte thënë fjalë për familjen, kishte thënë fjalë për turpin. Kishte thënë se familja Flamurit ishte ofenduar, kishte thënë se kishin humbur fytyrën, kishte thënë se Arbresh duhet të kthehej dhe të falej dhe të bënte çfarë i thuhej. Arbresh e kishte dëgjuar deri në fund. Pastaj kishte thënë me zë të qetë, me zë të fortë, me zë që nuk kishte dridhur. Xhaxhai, asnjë njeri nuk shitet, unë nuk jam mall, marrëveshja juaj nuk ka vlerë sepse nuk më ka pyetur kurrë mua, dhe unë nuk do të kthehem. Xhaxhai kishte hapur gojën. Nuk do të kthehem, kishte përsëritur Arbresh, dhe kishte pasur diçka në atë përsëritje, diçka si vula. Mund të tregoni çfarë të doni, mund të flisni me këtë doni, por unë nuk do të kthehem. Xhaxhai kishte ngritur zërin, kishte bërtit, kishte thënë fjalë të ashpra, por Arbresh kishte qëndruar e pa lëvizur, sigur, si mal, si diçka që nuk lëvizet nga zërat e mëdhenj. Shqipja kishte hapur derën e jashtme dhe kishte thënë qetësisht, ju lutem, dilni. Kishte pasur moment tensioni, ai moment kur gjithçka mund të shkonte nga e keqja, kur nuk dihej se çfarë do të bënte ai burr i mësuar me pushtet. Por kishte parë Arbreshën, atë vajzë 22 vjeçe, atë vajzë që kishte ngrënë kafen e tij duzina herësh, atë vajzë që kishte shkuar gjithmonë e matur dhe e heshtur, dhe kishte parë diçka ndryshe në sytë e saj, diçka që nuk kishte parë kurrë. Kishte dalë. Shqipja kishte mbyllur derën. Arbresh kishte ulur ngadalë në karrige dhe kishte vënë duart mbi gjunjë dhe kishte parë dyshemen. Pastaj kishte ngritur kokën dhe kishte parë Shqipen. E bëra, kishte thënë. Shqipja kishte qenë tek ajo me 2 hapa dhe kishin qëndruar ashtu, të dyja, pa fjalë, me atë emocion të madh dhe të heshtur të momenteve kur ndodhin gjërat reale. Arbresh kishte filluar të punojë brenda javës. Kontakti i Shqipes kishte funksionuar. Firmë e vogël ndërtimi me arkitekte të reja që kishte nevojë për asistente projekti. Kishin parë diplomën, kishin parë rezultatet, kishin pyetur pak dhe kishin thënë, fillo të hënën. Të hëna, ajo fjalë kishte tingëlluar si muzikë. Ditët e para kishin qenë të vështira, me atë vështirësi specifike të fillimeve, kur gjithçka është e re dhe e panjohur, dhe mençuria nuk të ndihmon shumë, sepse nevojitet eksperiencë. Kishte bërë gabime të vogla, kishte humbur disa herë me software-et e reja, kishte ndjetur ndonjëherë se të gjithë dinin gjëra që ajo nuk i dinte, por kishte diçka që i dinte, punonte pa ankuar, pa shfaqur lodhje, me atë qëndresë e qetë të njeriut që ka kaluar gjëra shumë më të vështira se gabimet profesionale. Arkitektja kryesore, Liria, grua 40 vjeçe me sy të mprehtë dhe pak fjalë, i kishte vërejtur këtë. Kishte thënë pas 2 javësh, ti ke instinkt, kjo nuk mësohet. Arbresh kishte ndjerë atë fjalë si diçka fizike, ngrohtë dhe të papritur. Kishte gjetur ritmin e saj, mëngjeset me kafe në apartamentin e vogël, ecja në përqytet deri në punë, kishte zgjedhur të ecte, jo nga nevoja, por sepse i pëlqente ajo liri e thjesht e lëvizjes pa askujt të pyeste ku po shkonte. Orët e punës, koncentruese, të plota, shpesh të zgjatura, mbrëmjet me Shqipen ndonjëherë, vetëm ndonjëherë, dhe herë të tjera vetëm, me fletoren e skicave, me muzikë të butë, me atë heshtje të zgjedhur që nuk ishte e njëjtë fare me heshtjen e imponuar.
Kishte filluar edhe kursin e arkitekturës, online, mbrëmjeve, me tarif të ulët. Kishte kthyer kursimet e saj të vogla në investim të parë. Kishte bler libra arkitekture, të cilët i kishte lexuar me atë lloj jetjeje të njerëzve që u është mohuar ushqimi shumë gjatë. Jeta kishte marrë formë, jo forma e ëndrruar, por formë reale, e ndërtuar me duart e veta, gur nga gur, dhe kishte qenë e bukur pikërisht sepse kishte qenë e saj. Kishte pasur mbrëmje kur nëna kishte thirrur, jo me inat, jo me presion, me zë të qetë, të lodhur, pak të dridhur. Arbresh kishte marrë telefonin dhe kishte dëgjuar atë zë të njohur dhe të dashur, dhe kishte ndjerë si gjithmonë atë ndryshim të zemrës. Si je? Kishte pyetur nëna. Mirë nëna, ti si je? Kishte pasur heshtje, pastaj kemi humbur shumë Arbresh. Arbresh kishte menduar para se të fliste, kishte menduar me kujdes, me ndjeshmëri, por edhe me qartësi. Nëna, humbja ka filluar shumë kohë para ikjes time. Filloi kur askush nuk pyeti çfarë doja unë. Nëna i kishte qëndruar heshtje të gjatë, pastaj kishte thënë diçka që Arbresh nuk e kishte pritur. E di Arbresh. Ato dy fjalë, e di, kishin qenë më shumë se çdo gjë tjetër. Jo falje, jo ndryshim i madh, por njohje. Dhe njohje kishte qenë fillim. Arbresh e kishte mësuar rreth flamurit nga rrugë të tërthorta, nga rrjetet sociale, nga njerëzit që dinin njerëz, nga ato rrugica informacioni që ekzistojnë në çdo komunitet të vogël ku gjithçka dihet, por pak gjëra thuhen drejt për drejt. Kishte mësuar gjëra që nuk e kishin habitur, por kishin dhënë formë asaj që kishte ndjer intuitivisht atë ditë kur kishte parë sytë e tij të zbrazët. Flamuri kishte pasur martesë të mëparshme, kjo e dinte, por çfarë nuk i kishin treguar babait dhe xhaxhait, ose ndoshta i kishin treguar dhe kishin zgjedhur të mos merrnin parasysh, ishte mënyra se si kishte mbaruar ajo martesë. Gruaja e parë e Flamurit kishte ikur, jo me xhaxhallëk, jo me drama, por ashtu si ikën njerëzit kur situata bëhet e padurueshme. Kishte marrë fëmijën e tyre, kishin pasur një fëmijë, fakt që nuk ishte përmendur asnjëherë, dhe kishte shkuar tek familja e saj dhe nuk ishte kthyer. Arbresh kishte ndenjur me këtë informacion për shumë ditë, jo me triumf, nuk kishte ndjer kurrë asgjë si triumf, por me atë trishtim të thellë të dikujt që kupton se sa afër ka qenë nga humbja e plotë e vetes. Kishte mundur të ishte ajo gruaja e dytë, kishte mundur të ishte ajo grua që do të ikte pas disa vitesh, ose ndoshta nuk do të ikne kurrë, sepse jo të gjithë kanë forcën e ikjes. Kishte mundur të ishte ajo histori e harruar, ajo jetë e pajetuar, ajo vajzë me fletore skicash të bllokuara në dollap edhe në shtëpinë e re. Kishte shkruar në fletoren e saj, jo skic, por fjalë. Çdo rrugë e dhimbshme ka arsye. Arsyeja ime quhej liri. 6 muajt e parë kishin qenë ndoshta periudha më e vështirë dhe njëkohësisht më e pasur e jetës së Arbreshës. E vështirë sepse gjithçka kishte qenë e re dhe e pasigurt. Paraja kishte qenë e kufizuar, hapësira kishte qenë e vogël dhe ajo paqe e brendshme që kishte pritur pas ikjes nuk kishte ardhur menjëherë si çelës i kthyer. Paqja nuk vjen menjëherë. Kjo ishte mësimet e para e lirisë reale. Liria nuk është vetëm gjendje fizike, mund të jesh fizikisht i lirë dhe akoma të mbash brenda burgjet e vjetra. Arbresha e kishte kuptuar se kishin shumë burgje të brendshme që duheshin hapur. Besimi se nuk meritonte, frika se do të dështonte, zërat e internalizuar të njerëzve që i kishin thënë se nuk kishte mundësi, turpi i rrem i komunitetit. Kishte punuar mbi këto gjëra, jo me psikolog, jo akoma, por me atë metodë të vjetër njerëzore të shkrimit dhe reflektimit dhe bisedës me njerëzit e besuar. Kishte biseduar me shqipen, shumë, kishte lexuar, shumë, kishte shkruar, shumë, kishte qëndruar me veten e saj në atë heshtje të zgjedhur, duke dëgjuar çfarë kishte të thotë vetes, duke njohur frikrat dhe duke i parë me sy të hapur. Puna kishte shkuar mirë. Liria, arkitektja, kishte filluar t'i besonte Arbreshës projekte të vogla, fillimisht detaje, pastaj nën projekte, pastaj prezantime para klientëve. Arbresh kishte zbuluar se kishte aftësi komunikimi që nuk e kishte ditur, aftësinë të shpjegonte hapësirat dhe konceptet me gjuhë të thjeshtë, me ngrohtësi, me entuziazëm të vërtet. Klientët i pëlqenin, dhe çka ishte interesante, ata nuk e vërenin moshën apo eksperiencën e kufizuar, vërenin qartësinë dhe pasionin.
Kishte filluar edhe të kursej pak. Jo shumë, por pak. Kishte bler gjërat e para me paratë e veta të fituara. Libër, jastëk i ri, bime vogël për dritare, objekte banale por me peshë simbolike të madhe, sepse ishin të sajat, të gjitura e bler me punë të sajën. Kishte qenë mbrëmje kur kishte ulur dhe kishte parë dhomën e vogël, me bimën tek dritarja, me librat mbi shelf, me fletoren e skicave të hapur mbi tryez, dhe kishte ndjerë diçka kaq të thjesht dhe kaq të plot. Kënaqësi. Atë kënaqësi të qetë, pa zhurmë, pa nevojë për aprovim, pa pyetje nëse meritoje ta ndjeje. Kishte ndjerë kënaqësi. Kishte ardhur një herë babai, pa xhaxhain, pa vëllëzrit, vetëm. Kishte thirrur para, jo për të kërkuar, por për të pyetur nëse mund të vinin ta shihnin. Kishte qenë kjo diçka e re nga babai, të pyeste. Arbresha kishte thonë po. Kishin takuar në kafe, neutral, jo shtëpia e shqipes, jo shtëpia e babait, dikund mes tyre. Babai kishte ardhur me veshje të zakonshme, pak më i plak se herën e fundit, ose ndoshta e kishte parë kështu sepse kishin kaluar shumë muaj dhe shumë gjëra mes tyre. Kishte ulur dhe kishte parë Arbreshën me atë vështrim të babave kur mundohen të kuptojnë të fëmijën dhe nuk e gjejnë rrugën. Kishin folur. Arbresh kishte folur qartë, pa inat, por pa hezitim. Kishte treguar ç'kishte ndjerë, çfarë kishte kuptuar, çfarë nuk kishte mundur të pranonte. Babai kishte dëgjuar, dhe kjo kishte qenë gjëja e re, gjëja e papritur. Kishte dëgjuar, jo gjithmonë pa mbrojtje, jo pa momente kur kishte dashur të shpjegonte apo justifikonte, por kishte dëgjuar. Kishte thënë diçka që Arbresh nuk e kishte pritur. Nuk e dija se do të lëndohesh e kaq. Kishte pasur sinqeritet atje. Kishte qenë të thjesht dhe naiv dhe njëkohësisht tronditës, sepse kishte treguar se nuk kishte qenë keqdashje, por verbëri, dhe verbëria ndonjëherë dhemb një lloj si keqdashja. Baba, kishte thënë Arbresh me zë të butë, dashuria nuk mjafton nëse nuk dëgjon. Babai kishte parë kafen e tij. Pastaj kishte ngritur kokën. A do të vish ndonjëherë shtëpi? Arbresh kishte menduar. Kur të ndihem e mirëpritur si person, jo si mall, kishte thënë. Kur familja ime të dëgjoj zërin tim, atëherë po. Kishte qenë premtim, jo garant, por mundësi, dhe kjo kishte qenë e mjaftueshme për atë moment. Kishin kaluar pak më shumë se 9 muaj, kur Liria kishte thirrur Arbreshën në zyren e saj dhe kishte thënë: "Kemi projekt të ri, kompleks banimi i vogël, periferi e qytetit, klient i pavarur, buxhet i kufizuar, por me vizion. Dua ta udhëheqësh ti." Arbresh kishte parë Lirin. Unë, kishte thënë. Ti, kishte konfirmuar Liria. Kam parë punën tënde. Ke gjë specifike. Ti mendon se si do ta jetoj njeriu hapësirën, jo vetëm se si do ta shoh. Kjo është rrallë. Arbresh kishte mbajtur frymën për sekond, pastaj kishte thënë, do ta bëj. Projekti kishte qenë ndoshta gjëja më intensive që kishte bërë ndonjëherë. Kishte punuar mbi të me atë lloj fokusi total që e kishte njerëz kur gjejnë punën që i bën të ndihen të plot. Kishte qëndruar vonë, kishte ngritur herët, kishte mbushur fletore me skica, jo fsharazi në ndyshek, por hapur mbi tryez, me kafe pran, me muzikë në sfond. Kishte dizenjuar jo vetëm ndërtesën, kishte menduar për njerëzit që do të jetonin atje. Kishte menduar për dritën, si hynte dhe çfarë ndryshonte gjatë ditës. Kishte menduar për hapësirat e përbashkëta, si i bënin njerëzit të takohen natyrshëm, pa i detyruar. Kishte menduar për kopshtin e vogël të propozuar, me zona ku fëmijët mund të loznin dhe prindrit të rinin pran pa pasur nevojë të mbikëqyrnin çdo sekond. Kishte menduar, pa e thënë me zë, për hapësirat ku njerëzit mund të ishin vetë, ku mund të hapnin dritaret pa pyetur, ku mund të flinin pa frikë, ku mund të ishin. Prezantimi para klientit kishte shkuar mirë, shumë mirë. Klienti kishte qenë grua, arkitekte e re vet, me projekte të mëparshme sociale. Kishte dëgjuar Arbreshën me vëmendje dhe pastaj kishte thënë: "Ke menduar për njerëzit. Kjo e bën gjithçka ndryshe." Projekti ishte miratuar. Çfarë kishin thënë njerëzit? Ky është kapitulli i dhimbshëm, ai që shumë preferojnë ta anashkalojnë, por që nuk mund të lihet jashtë, sepse është pjesë reale e historisë. Komuniteti kishte folur, sigurisht që kishte folur. Kishte folur me atë zëmërim specifik të njerëzve kur dikush thyen normën, jo sepse norma ishte e drejtë, por sepse thyerja e normës rrezikonte sistemin, dhe sistemi kishte shumë mbrojtës. Gratë të moshës mesme kishin folur me nënën e Arbreshës, me fjalë të buta në sipërfaqe dhe me thunjë poshtë. Ç'keni bërë me vajzën? Si e lejuat të ikte? Ç'do të thonë njerëzit?
Burrat të moshës kishin folur me babain, me fjalë të ashka direkte, si ai komunitet i mëson. Ke humbur kontrollin e shtëpisë. Vajza ka turpëruar familjen, nuk e ke mbajtur siç duhej. Xhaxhai Nexhmedini kishte bërë fjalë shumë. Kishte qenë ai motori i presionit komunitar, ai që mbante gjallë temën kur mund të kishte vdekur vetë. Kishte pasur interes, sepse marrëveshja e tij me flamurin kishte rënë, dhe ajo rënje kishte kapur edhe reputacionin e tij. Kështu ishte, kur njerëzit shiten dhe malli ikën, humbet edhe tregtari. Por kishte edhe zëra të tjerë, jo të shumt, por ekzistonin. Gra të reja që kishin dëgjuar historinë dhe kishin thënë me zë të ulët njëra tjetrës, mirë bëri. Vajza që kishin dëgjuar dhe kishin mbajtur brenda vetes diçka si shpresë. Nëna të cilat, natën vonë, kur ishin vetëm me mendimet e tyre, kishin pyetur veten nëse kishin bërë të njëjtën gjë që i kishte bërë nëna e Arbreshës, dhe nëse fëmijët e tyre kishin ndjerë të njëjtën gjë. Historia e Arbreshës kishte bërë rrotull komunitetit, deformuar, e keq kuptuar, e ngjyrosur me interpretime të ndryshme, por kishte bërë rrotull, dhe ky vet fakti kishte qenë diçka, sepse historitë që bëjnë rrotull lën gjurmë edhe kur nuk kanë emër. Viti i parë i lirë, kur Arbresha e kishte numëruar, kishte qenë si të numëroj vitaminat e shëndetit. Çdo muaj kishte shtuar diçka, kishte ndërtuar diçka, kishte mësuar diçka. Kishte punë të mirë, jo të paguar mirë akoma, por të mirë, me rritje perspektive reale. Kishte apartament të vogël të vet, jo të shqipes, por të sajën, me qera, me emrin e saj në kontratë. Kishte bim shumë tani tek dritaret, kishte filluar me njërin dhe kishte shtuar si traditë e vogël kënaqësie. Kishte kurse arkitekture të mbaruar me certifikata që i kishte varur jo dikund ku shihnin njerëzit, por dikund ku shihte vetë çdo mëngjes. Kishte marrëdhënie të shëruara pak me nënën, jo të plota, jo pa plag, por ecëse. Kishte filluar të vizitonte herher, jo për të jetuar atje, jo kurr, por si vizitor. Si vajzë e rritur që viziton familjen, jo si banore e kafazit. Dallimi kishte qenë i madh dhe kishte ndjerë në atë dyja palët. Me babain, gjërat kishin qenë ndoshta edhe më komplekse, sepse babai kishte dashur të kuptonte, por kishin pasur mure të vjetra mes tyre, mure të ndërtuar vit pas viti me heshtje dhe vendime të marra, pa diskutim. Ato mure nuk shembjeshin me njëherë, por dritare mund të hapeshin. Kishte filluar të hapnin dritare. Ngadalë. Me vëllezrit, ndryshme. Ardiani kishte mbetur i largët, kishte qenë ai tip njeri i cili nuk e ridëftonte veten lehtë, dhe ikja e Arbreshës kishte cënuar diçka në vetbesimin e tij kolektiv familjar. Por Drintoni kishte surprizuar. Kishte ardhur një herë vetëm, kishte ulur tek kafja me Arbreshën dhe pas heshtje të gjatë kishte thënë: "Ti ke guxim që unë nuk e kam." Kishte qenë thjesht kaq, por kishte qenë e mjaftueshme. Xhaxhai Nexhmedini asnjëherë. Ata dy nuk kishin pasur bisedë tjetër pas asaj dite tek dera e apartamentit. Arbresh nuk e kishte kërkuar, nuk kishte pasur asgjë për të thënë mes tyre që nuk kishte thënë tashmë. Kishte qenë seminar profesional, arkitektura sociale, temat e banesave të përballueshme, hapësirat publike. Arbresh kishte marrë pjesë me Lirin dhe disa kolegë. Kishte qenë ditë gjatë, me prezantime të shumta, dhe gjatë pushimit të drekës, kishte ulur pranë gruas e cila kishte bërë prezantimin e mëngjesit mbi dizenjimin si akt politik. Gruaja, besnike, arkitekte sociale, 50 e disa vjeç, kishte pasur atë prani të njerëzve që kanë jetuar shumë dhe kanë zgjedhur të mos e humbasin asgjë nga ajo jetë, por ta mbajnë si ushqim. Kishte parë Arbreshën dhe kishte thënë drejt për drejt: "Ke bërë prezantim sot vonë, mbi kompleksin e banimit. Ishte i mirë, por dua të të pyes, pse ke zgjedhur hapësirat private si prioritet në çdo projekt?" Arbresh kishte ndjerë pyetjen si diçka që prekte. Kishte menduar si t'i përgjigjet profesionalisht, por pastaj kishte vendosur ndryshe. Sepse, kishte thënë, e di çfarë do të thotë të mos kesh hapësirë të veten, dhe e di se si ndryshon gjithçka kur e ke. Besnike e kishte parë, me ato sy të mprehtë, të ngrohtë, të dikujt që njeh njerëzit thellë. Kjo është arsyeja pse puna jote ndryshon nga puna teknike, kishte thënë thjesht. Kishin folur shumë atë ditë, dhe Besnike kishte bërë diçka të papritur. Kishte ftuar Arbreshën të bashkohej me projektin e saj të ri, projekt i madh, i financuar nga organizata ndërkombëtare, mbi dizenjimin e banesave sociale për familje vulnerabël.
punë e rëndësishme, e paguar mirë dhe, mbi të gjitha, punë me kuptim. Arbresh kishte thënë po. Projekti kishte qenë i madh dhe i vështirë, dhe i bukur njëkohësisht. Ato projekte që bën njeriu të ndihet i vogël dhe njëkohësisht i rëndësishëm, që i tregojnë madhësinë e punës dhe njëkohësisht kuptimin e saj. Kishin punuar me familje reale, kishin intervistuar, kishin dëgjuar, kishin mësuar nevojat e njerëzve të ndryshëm. Arbresh kishte folur me gra me fëmijë, gra vetëm, gra me situata komplekse. Kishte dëgjuar histori, disa shumë të ngjashme me të sajën, disa tërësisht ndryshe, të gjitha reale dhe njerëzore. Kishte dëgjuar gruan e re që kishte thënë: "Dua dhomë ku fëmijët të mund të luajnë pa qenë gjithmonë afër derës, dua të ndihem e sigurt brenda." Kishte dëgjuar plakën që kishte thënë: "Dua dritare të mëdha, kam jetuar gjithë jetën me dritare të vogla." Kishte dëgjuar vajzën adoleshente që kishte thënë me fytyrë të kuqe, si nga turpi: "Dua hapësirë ku mund të jem vetëm, asgjë tjetër." Çdo dëshirë kishte qenë diçka tjetër, jo vetëm arkitekturale, por njerëzore. Njerëzit nuk duan vetëm mure dhe çati, duan hapësirën e dinjitetit. Arbresh e kishte quar këtë në projekt. Çdo vendim dizenjimi kishte qenë i bazuar jo vetëm mbi estetik ose eficiencë, por mbi pyetjen: si do ta ndiejë njëri ky hapësirë, si do ta ndikojë jetën e tyre? Projekti kishte dalë i jashtëzakonshëm, kishte fituar çmim, jo çmim i modh ndërkombëtar, por çmim kombëtar, i njohur, i respektuar. Emri i Arbreshës kishte qenë mes atyre të listuar. Kishte qenë hera e parë që emri i saj kishte qenë diku publik, si profesioniste, si kontribut. Kishte parë emrin e vet të shkruar, kishte lexuar: Arbresh, arkitekte sociale. Kishte qarë, jo nga trishtimi, por nga ajo lloj gëzimi që nuk di ku të shkojë dhe rrjedh si lot. Lajmi kishte shpërndar, si gjithçka shpërndan nëpër komunitetin e vogël ku kishte rritur Arbresh. Dikush kishte parë çmimin, dikush tjetër kishte dëgjuar emrin, dikush kishte lidhur pikat dhe kishte folur. A e dini vajzën e agimit? Ajo që iku, mori çmim për arkitekturë. Kjo kishte bërë rrotull me atë shpejtësi të lajmeve të komunitetit, shpejtësi që nuk imitonte asnjë platformë sociale. Brenda ditësh, të gjithë e kishin ditur. Nëna kishte thirrur, me zë të ndryshëm nga herët e mëparshme. Kishte qenë diçka në zërin e saj, krenari, ndoshta e fshehur pak, ashtu siç fshehnin gjërat e zemrës nënat e asaj brezi, por e vërteta. Babai kishte thirrur, kishte thënë pak fjalë. Dëgjova. Mirë. 2 fjalë. Por Arbresh e dinte babain. Mirë i tij kishte pasur peshën e fjalimeve të gjata. Kishin thirrur edhe njerëz të tjerë, kushërinj, miq të familjes, dikush nga shkolla e vjetër, disa me gëzim të sinqert, disa me atë lloj urimi të ngjyrosur me habi, si të thuash, nuk e prisja që nëse analizoje kishte brenda diçka jo krejtësisht pozitive, por Arbresh kishte mësuar të merrte gëzimin e mirë nga çdo mesazh pa u ngalur shumë tek shtresat. Por kishte pasur edhe diçka tjetër, dhe kjo kishte qenë ndoshta gjëja më e rëndësishme. Kishte pasur vajza të reja, disa që Arbresh nuk i njihte fare, të cilat I kishin dërguar mesazhe. Vajza nga e njëjta komunitet, nga të njëjtat rrethana, nga të njëjtat shtëpi me rregulla të pashkruara dhe dritare të mbyllura. Kishin shkruar fjalë të thjeshta. Ti më ke treguar se ka rrugë tjetër. Faleminderit. Nuk dija se ishte e mundur. Arbresh kishte ulur me telefon dhe kishte lexuar ato mesazhe, njërin pas tjetrit, ngadalë, me zemër të rënduar nga emocion I madh. Kishte kuptuar, dhe kuptimi kishte qenë I papritur dhe tronditës, se historia e saj nuk ishte vetëm e saj, ishte edhe e tyre. Ishte edhe shumë vajzave të tjera që nuk kishin gjetur ende guximin ose rrugën. Kishte qëndruar me atë kuptim shumë kohë. Pastaj kishte marrë fletoren e skicave dhe kishte filluar të shkruante. Jo projekt, jo skic ndërtimi, por ide për diçka tjetër. Ideja kishte qenë e thjeshtë dhe e madhe njëkohësisht, si të gjitha idet që kanë vlerë reale. Arbresh kishte menduar, nëse hapësirat fizike ndikojnë aq shumë në mënyrën se si ndihen njerëzit, nëse muri dhe dritarja dhe korridori kanë fuqinë të lirohen ose të bllokojnë,
Çfarë do ndodhte nëse do të krijonin hapësirë specifike për vajzat dhe gratë në situata si të sajën? Jo strehim, kishte strehime, por hapësirë profesionale, hapësirë aftësimi, hapësirë ku mund të mësonin, të punonin, të ndërtoheshin si persona të pavarur. Jo bamirësi, jo dhëmshuri e ulur nga lart, por mundësi reale, konkrete, arkitektonike edhe institucionale. Kishte shpruar iden, kishte punuar mbi të, muaj me radhë, mbrëmjeve dhe të fundjavave, ngadalë, por me konstancë. Kishte këshilluar besnikin, ajo kishte pasur eksperiencë me financime sociale, kishte konsultuar lirin, ajo kishte rjete, kishte folur me shqipen, ajo kishte energji dhe entuziazëm dhe aftësinë për t'i shndërruar idet në veprime. Kishte qenë propozimi detajuar, profesional, me plan financiar, me plan fizik, me plan programatik. Kishte qenë projekti quajtur hapësira, thjesht kaq, pa emër pompoz, sepse gjëja e vërtet nuk kishte nevojë për emrat mëdhenj. Kishte aplikuar në 3 fonde, 2 kombëtare dhe 1 ndërkombëtar. Kishte pritur. Kishte vazhduar punën e zakonshme ndërkohë, pa e ndalur gjithçka tjetër, pa e bërë jetën e saj të varur nga ai rezultat. Kishte marrë 2 refuzime, me respekt, me komente konstruktive, me dyer jo plotësisht të mbyllura. Kishte marrë refuzimet si informacion, jo si dëshpërim. Dhe pastaj, kishte marrë emailin e tretë. Fondi ndërkombëtar kishte thënë po. Kishte qenë mëngjezi zakonshëm, kafe, shkarkimi i emaileve, lajmet. Kishte parë emailin me emrin e fondit dhe kishte ndjer atë tronditje të parë, atë dallg adrenalini para se të hapte. Kishte hapur. Kishte lexuar reshtin e parë. Me kënaqësi ju njoftojmë se projekti Hapësira është miratuar për financim. Kishte lexuar sërish. Pastaj sërish. Kishte vendosur telefonin. Kishte ngritur nga karriga, kishte kaluar drejt dritares. Ajo dritare e zakonshme e apartamentit të saj, me bimët e saj, me dritën e mëngjezit të mërkurës. Kishte qëndruar atje dhe kishte parë qytetin. Kishte qëndruar kaq gjatë sa kafe kishte ftohur. Pastaj kishte marrë telefonin dhe kishte thirrur shqipen. Shqipe, kishte thënë kur kishte marrë, e marrim. Kishte pasur sekond heshtje. Pastaj shqipja kishte bërtitur, me atë zë të lartë të papërmbajtur të gëzimit të plot, dhe arbresh kishte qeshur aq fort sa syti kishin ardhur me lot, dhe kishte qenë ajo lloj qeshjeje dhe ajo lloj loti që nuk ndahen, që vinë bashk nga vendet e thella ku jetojnë gëzimet e mëdha. Hapësira kishte hapur dyert, jo me ceremoni të madhe, jo me fjalime, me kafe dhe me disa gra të ulura në karrige rrethi, duke folur mbi ç'kishin nevojë. Kishte qenë ndërtesë e vogël, e rinovuar, e dizenjuar nga arbresh vet me kujdes të çdo detaji. Kishte dritare të mëdha, gjithmonë dritare të mëdha. Kishte hapësira pune, kompjuter, materiale, lidhje interneti. Kishte dhomë mësimi, ku vinin instruktor, ku bëheshin kurse aftësimi, ku mësohet diçka konkrete që ndryshon situatën materiale të njeriut. Kishte edhe dhomë e vogën, e qetë, me koltuk, me libra, me dritë, vetëm për të qenë, vetëm për të ndjerë njëri në hapësirë që nuk të kërkon asgjë tjetër përveç pramis. Kishin ardhur gra, jo shumë në fillim, por kishin ardhur. Kishte ardhur vajzë 10 vjeçe shoqëruar nga motra, e frikuar dhe kurioz njëkohësisht. Kishte ardhur grua e re me 2 fëmijë, e lodhur, por me sy të ndritur. Kishte ardhur plak që kishte thënë, s'dija se kishte vend si ky. Kishte ardhur grua pa emër të parë, kishte dhënë vetëm shkronjën e parë, e cila kishte ndenjur për orë pa folur me askënd dhe kishte parë vetëm, edhe kjo kishte qenë e mjaftueshme. Arbresh kishte qenë atje çdo ditë, jo si autoritet, jo si drejtore e largët, por si prezencë, si dikush që e dinte çfarë ndinin ato gra, jo nga librat, por nga jeta. Xhaxhain e Xhmedini kishte dëgjuar. Natyrisht kishte dëgjuar, gjithçka dëgjohej, siç kishte mësuar Arbresh me vite. Kishte dërguar mesazh, jo direkt, por nëpërmjet babait. Kishte thënë se Arbresh kishte bërë gjëra të mira dhe se kishte harruar çfarë kishte ndodhur. Kishte qenë ky mesazh, i shkurtër, i ftohtë, me atë arrogant të imponuar si gatishmëri, dhe Arbresh e kishte dëgjuar me qetësi. Kishte thënë babait, nuk kam harruar, por nuk jetoj me inat, jeton me të ardhmen.
Babai kishte treguar këtë te Xhaxhai. Xhaxhai nuk kishte dërguar mesazh tjetër, por kishte diçka në atë heshtje. Atë heshtje pas fjalëve të Arbreshës, diçka si pranim, jo falje, jo ndryshim, por pranim se koha kishte ndryshuar dhe Arbresh nuk ishte më ajo vajzë pas derës që dëgjonte pa zë. Ishte kthyer, por me termat e veta. Kishte qenë vite gjysmë pas ikjes, kur Arbresh kishte marrë letrën e vjetër, ajo me 8 faqe, ajo e shkruar me stilolaps, ajo që kishte palosur dhe mbajtur. Kishte lexuar sërish, me sytë e tani, me distancën e tani. Kishte qenë letër e mirë, e sinqertë, e dhimbshme, e ndershme, dhe kishte vendosur ta dërgonte, jo si armë, jo si akuzë, por si dhuratë, si gjest i fundit drejt shërimit të lidhjes. E kishte palosur, kishte futur në zarf, kishte shkruar emrin e babait dhe kishte dërguar me post. Jo me email, jo me mesazh, me post, me stilolaps, siç i shkruheshin gjërat kur kishin pesh. Babai e kishte marrë, kishte lexuar. Arbresh nuk kishte qenë atje, nuk kishte parë, por kishte dëgjuar nga nëna, shumë ditë më vonë, pa detaje. Babai e lexoi letrën, qëndroi shumë kohë vetëm. Pastaj tha, vajzë e mirë. 3 fjalë, por babai foli me 3 fjalë kur donte të thoshte gjithçka. Kishin ardhur te hapësira, babai dhe nëna bashk, një herë, pa lajmërim të madh. Kishte qenë mëngjesi shtunë, dhe Arbresh kishte qenë atje duke rregulluar diçka kur kishte dëgjuar hapat e njohur. Kishte kthyer dhe i kishte parë. Babai me veshjen e zakonshme, nën me shaminë e saj blu, ajo shami blu që kishte gjithmonë për raste ku shkonte me burr. Kishin hyrë ngadalë dhe kishin parë hapësirën, dritaret e mëdha, karriget e rrethit, njerëzit e pakt që ishin aty atë orë. Babai kishte parë gjithçka me atë vëmendje të heshtur që kishte gjithmonë kur vëzhgonte diçka. Pastaj kishte parë Arbreshën. Kishte qëndruar çast, vetëm çast, dhe pastaj kishte ecur drejt saj dhe kishte bërë gjë që nuk kishte bërë ndoshta që kur Arbresh ishte fëmijë. Kishte marrë duart e saj mes duarve të tij dhe i kishte mbajtur. Nuk kishte thënë asgjë, nuk kishte pasur nevojë. Arbresh kishte ndjerë duart e babait, duart e punëtori, të ashpra, të njohura, mbi duart e saj. Kishte ndjerë peshën e asaj që kishte ndodhur mes tyre dhe peshën e asaj që po ndodhte tani. Kishte ndjerë se disa gjëra nuk shërohen plotësisht, por ndoshta nuk duhen shëruar plotësisht. Ndoshta mjafton të kuptuarit, ndoshta mjafton lidhja e re që formohet mbi plagën e vjetër, si lëkura e re mbi brar. Nëna kishte parë gjithçka me sy të lagur. Kishte bërë gjest të vogël, kishte kapur shaminë e saj blu dhe kishte fshirë cep të syrit. Arbreshe kishte parë dhe kishte menduar, sa gjëra ka mbajtur brenda ajo grua, sa gjëra nuk i ka thënë kur, sa jetë ka jetuar në heshtje. Kishte shpresuar, me atë shpresë modeste, jo naive, se ndoshta edhe nëna do ta gjente zërin e saj ndonjëherë, se ndoshta hapësira do t'i shërbente edhe nënës ndonjë ditë. Kishte pasur moment, muaj pas hapjes së hapësirës, kur suksesi i saj kishte filluar të bëhej i dukshëm, kur Arbresh kishte marrë mesazh nga numër i panjohur. Kishte hezituar para se të hapte. Pastaj kishte hapur. Kishte qenë flamuri. Kishte shkruar pak fjalë të matshme, pa emocione të mëdha, pa kërkim faljes dramatike. Kishte shkruar diçka si, dëgjova çfarë ke bërë, është mirë. Pastaj kishte shtuar diçka të papritur. Edhe unë nuk doja të martes, por nuk dija si të thosha jo. Arbresh kishte lexuar atë mesazh disa herë, kishte qenë diçka befasuese dhe njëkohësisht krejt logjike, sepse edhe ai kishte qenë brenda sistemit, edhe ai kishte qenë pjesë e marrëveshjes pa pasur zë real. Ndryshe nga Arbresh, ai nuk e kishte gjetur guximin të dilte, por kishte ndjerë të njëjtën blokadë. Kishte qenë kjo ndoshta gjëja më interesante dhe më trishtuese njëkohësisht, se sistemi dëmtonte jo vetëm vajzat, dëmtonte edhe djemt, në mënyra ndryshe, me pasoja ndryshe, por dëmtonte. Arbresh kishte shkruar përgjigje të shkurtër, edhe unë, por ne gjejmë rrugë kur duam. Nuk kishte pritur përgjigje dhe flamuri nuk kishte dërguar, por kishte qenë rast i mbyllur, jo me inat, jo me indiferencë, me kuptim. Kishin kalur 2 vjet e gjysmë, kur hapësira kishte fituar çmim ndërkombëtar, jo çmim arkitektonik, por çmim social. Çmim për ndikim komunitar,
për ndryshim të matshëm në jetën e grave dhe vajzave vulnerabël. Arbresh kishte marrë lajmin natën dhe kishte ngritur nga shtrati dhe kishte ndezur llampën e vogël dhe kishte ulur në tryezë. Kishte hapur fletoren e vjetër të skicave, ato me vizatimet e shtëpive imagjinare, ato që e kishte mbajtur fshurazi në ndyshek dikur dhe kishte hapur në faqen e parë. Kishte parë skicën e parë, shtëpi imagjinare me dritare të mëdha, me kopsht, me hapësirë boshe ku drita hynte lirisht. Kishte parë dhe kishte kuptuar për herë të parë plotësisht se të gjitha ato skica kishin qenë jo vetëm ëndra arkitekturore, kishin qenë gjuha e vetme me cilën kishte mundur të tregonte çfarë donte, hapësirë, liri, dritë. Dhe tani e kishte ndërtuar atë, jo vetëm për veten, por për të tjera. Kishte mbyllur fletoren me dal, kishte ndezur kafen, në mesnat, vetëm në apartamentin e saj, me bimët e saj të dritaret, me librat e saj mbi shelf, me certifikatat e saj në mur. Kishte pirë kafen ngadalë dhe kishte parë errësirën jashtë dritares, atë errësirë të natës vonë, para agimit, atë kohë kur gjithçka është e qetë dhe e mundshme njëkohësisht. Kishte qenë ditë e zakonshme pune kur kishte hyrë vajzë e re, 19 vjeç, me sy të frikuar, me mënyrën e ecjes të dikujt që ka mësuar të zërë sa më pak hapëfirë. Kishte qëndruar tek dera dhe kishte parë brenda si të pyeste me sy nëse kishte leje të hynte. Arbresh kishte parë atë vajzë dhe kishte djerë diçka, jo dhe mshuri nga lart, por njohje. Atë njohje thellë të dikujt që e ka parë atë sy, atë ecje, atë frikë, sepse i kishte parë dikur në pasqyrë. Kishte shkuar drejt saj dhe kishte thënë thjesht, "Eja, hyr. Ke ardhur mirë." Vajza kishte hyrë, kishte ulur pak larg fillimisht, kishte dëgjuar shumë pa folur. Pastaj ngadalë, shumë ngadalë, kishte filluar të fliste. Kishte treguar historinë, jo krejt, jo të parën herë, por copza. Kishte familje që e kishte premtuar dikujt, kishte martesë të planifikuar pa e pyetur, kishte ëndra, studionte biologji, donte të bëjë mjeke. Arbresh kishte dëgjuar deri në fund. Pastaj kishte thënë, "Çfarë do ti?" Vajza kishte parë me befasi, si dikush që nuk ishte mësuar të pyetej kjo pyetja. "Çfarë do ti?" kishte përsëritur Arbresh me zë të njëjtë të qetë. "Dua të studioj", kishte thënë vajza ngadalë. "Atëherë", kishte thënë Arbresh, "le të fillojmë nga aty." Ka gjëra që njerëzit e lirë nuk i thonë shumë, jo nga harresa, por sepse liria bëhet e zakonshme dhe gjërat e zakonshme nuk nxisin fjalë. Por Arbresh i thoshte, jo me fjalime, jo me deklarata, por në mënyrën se si e jetonte ditën. E thoshte kur ngrihej mëngjes pa frikë, e thoshte kur hapte dritaren pa pyetur, e thoshte kur vendoste si ta kalonte fundjavën, e thoshte kur refuzonte diçka pa u justifikuar, e thoshte kur pranonte diçka pa u ndjer fajtor. Liria nuk ishte gjendje dramatike, nuk ishte flamur i ngritur, nuk ishte fjalim i dhënë, ishte koleksion i çasteve të vogla, çaste ku bëje zgjedhjet e tua, çaste ku je ti, çaste ku jeta ecën me ritmin tënd. Arbresh e kishte kuptuar këtë mirë, dhe ndoshta kjo ishte ndryshimi më i madh mes vezës që kishte qenë dikur dhe gruas që ishte bërë. Jo suksesi, jo çmimet, jo projektet, por ajo qetësi e thellë e dikujt që ka gjetur ritmin e vet. Kishte ardhur ditë, Arbresh nuk e kishte planifikuar, nuk kishte vendosur me kalkulim, kur kishte telefonuar babain dhe kishte thënë, "Po vi të ha darkë me ju." Kishte qenë e thjesht si kaq. Kishte shkuar atë mbrëmje, kishte etur drejt shtëpisë së vjetër, kishte hapur portën e oborrit, kishte dëgjuar zhurmën e familjes nga brenda, kishte ndjer erën e ushqimit, kishte qenë e njëjta erë, gatimi i nënës kishte të njëjtën erë, gjithmonë, si diçka e pandryshuar mes gjithë ndryshimeve. Kishte hyrë. Babai kishte qenë duke parë televizor, kishte mbritur kokën kur kishte dëgjuar hapat, kishte parë Arbreshën dhe kishte bërë gjest të vogël. Ai lëvizje e karrikes kur njeriu ndreqet, kur njeriu gatitet. Kishte thënë, "Erdhe." Jo faleminderit që erdhe, jo mirë se erdhe shumë, vetëm erdhe, me atë thjeshtësi të babave që nuk din gjuhën e ndjenjave të shprehura, por e ndjejnë gjithçka. Nëna kishte ardhur nga kuzhina me duart ende me miell, po gatiste bukë. Kishte parë Arbreshën dhe kishte qenë çast i vogël, sekond, ndoshta 2, para se të vinte ta prekte faqen me dorën e miellosur,
si të donte të kontrollonte se ishte reale, se ishte atje, se kishte ardhur. Arbresh kishte ndjerë dorën e nënës mbi faqe, të ngrohtë, pak të ashpër, me aromë mielli. Kishte ndjerë të gjithë vitet mes tyre, ato vite me heshtje dhe dhimbje, por edhe ato vite me dashuri të pafolur, me kujdes të shprehur ndryshe, me praninë e njëra tjetrës si gjë e ditur dhe e marrë si të mirëqen. Kishte thënë ngadalë, me zë të ulët, nëna. Dhe nëna kishte thënë, fëmia im. Kishte qenë kaq. Kishte mjaftuar. Arbresh nuk la pas vetëm dhimbjen kur iku. La edhe gjërat të tjera. La kujtimet mira, la bimën e vogël që kishte mbjellur dikur në oborrin e nënës dhe kishte lulëzuar çdo verë pa kujdes special. La gjurmën e saj të qetë mbi shtëpinë, në mënyrën se si nëna kishte filluar të hapte dritare gjatë ditës, diçka që nuk e bënte kurrë para. Në mënyrën se si babai kishte filluar pas vitesh të pyeste Ardianin dhe Drintonin çfarë donin. Pyetja e vogël, por e re. La edhe diçka më të madhe. La precedentin. Ajo ishte vajza e parë nga rrethana të tilla në atë komunitet që kishte thënë jo me veprim dhe kishte mbijetuar dhe kishte lulëzuar. Kjo nuk ishte gjë abstrakte, kishte ndikuar konkretisht. Kishte vajza që kishin guxuar të flisnin me familjet e tyre pas historisë së Arbreshës. Kishte nëna që kishin pyetur fëmijët çfarë donin. Kishte herë edhe baballar që kishin menduar 2 herë. Ndryshimet sociale nuk bëhen brenda natës dhe nuk bëhen nga një njeri. Por çdo njeri që bën hapin e parë, I jep atij ndryshimi pak forcë. Arbresh kishte qenë njëra nga ato hapa. Kishte gjetur punën, jo vetëm si burim jete, por si kuptim. Kishte gjetur miqësinë reale, shqipen, besnikën, kolek të rinë. Kishte gjetur respektin për veten. Atë respekt që nuk e japin të tjerët, por e ndërton vetë me kalimin e kohës, me vendime të marra, me veprime të ndërmarra. Kishte gjetur edhe gjërat vogla, ato gjëra të vogla pa të cilat jeta e madhe nuk ka kuptim. Kafen e mëngjesit të pirë ngadalë, librin e lexuar deri vonë, muzikën e dëgjuar me vëmendje të plot, shëtitje nëpër qytet pa destinacion të caktuar, gëzimin e thjeshtë të qenit prezent. Kishte gjetur edhe shumë ngadalë, shumë me kujdes, shumë me sy të hapur, mundësinë e dashurisë. Jo atë dashurinë e filmave, jo atë dashurinë dramatike, por dashurinë e qetë dhe reale të 2 njerëzve të rritur që zgjidhnin njëri tjetrin çdo ditë me vendim dhe me ndjenjë bashk. Kishte takuar dikë, njeri me historinë e tij, me plagët e tija, me dëshirën e tij për jetë të ndërtuar me duart e veta. Kishin ndërtuar ngadalë, pa nxitim, pa presion, me atë qetësi të njerëzve që kanë mësuar se nxitimi çon drejt vendimeve të tjerëve, jo të tuat. Ky nuk ishte fundi I historisë romantike. Ishte fillim I diçkaje tjetër, por fillim I zgjedhur. Arbresh kishte kaluar pranë pasqyrës një mëngjes dhe kishte parë sytë e vet. Ato sy të zinj si nata, si gjithmonë. Kishte qëndruar çast. Kishte qenë e njëjta vajzë dhe krejt grua tjetër njëkohësisht. Kishte parë plagët, jo fizike, por ato plagë që nuk shihen, që jetojnë brenda dhe ndihen ndonjëherë ende. Herëherë kur shkon pranë shtetisë së vjetër, herëherë kur dëgjon ndonjë fjalë që I kujton atë natë pas deres, herëherë kur shikon vajza të reja me atë fytyrë të njohur. Kishte pranuar ato plagë, jo si dënim, por si pjesë, sepse plagët kanë informacion. Informojnë se ku ke qenë, se çfarë ke kaluar, se sa ke ardhur larg. Njeriu pa plag ka jetuar me kujdes shumë të madh ose me fat shumë të madh. Arbresh kishte jetuar, vërtet, plotësisht, edhe kur kishte dhënë. Kishte buzëqeshur vetes në pasqyrë, jo me triumf, jo me krenari teatrale, por me ato buzëqeshje të qetë, të brendshme, të dikujt që ka ardhur diku dhe e di. Ky nuk është tregim moral, nuk ju a tregoj për t'ju mësuar diçka, nuk ju a tregoj për të gjykuar askënd. Ju a tregoj sepse është e vërtet si dhimbja, e vërtet si lufta, e vërtet si fitoria. Ju a tregoj sepse Arbresh ekziston, ndoshta jo me atë emër, ndoshta jo me ato detaje të sakta, por ekziston.
Ekziston në çdo vajzë që ka dëgjuar bisedë pas dere. Ekziston në çdo grua që ka pirë kafen duke heshtur kur duhej të fliste. Ekziston në çdo njeri, sepse nuk është vetëm histori gjinore, është histori njerëzore, që ka ndjerë ndonjëherë se zgjedhjet e tij janë bërë nga të tjerët. Dhe ju a tregoj sepse Arbresh gjeti rrugë, jo sepse kishte superfuqi, jo sepse kishte kushte perfekte, por sepse kishte vendosur, me atë vendim të qetë dhe të palëvizshëm të njerëzve kur e kuptojnë se nuk kanë zgjidhje tjetër, të ishte vetja. Kishte qenë dark kur Arbresh kishte marrë mesazh nga vajza e re, ajo vajza 19 vjeçe me ëndrrën e mjekësisë. Kishte shkruar: Arbresh, sot aplikova në universitet. Babi tha po, nëna qau, edhe unë qava. Faleminderit. Arbresh kishte lexuar mesazhin, kishte mbyllur telefonin, kishte shkuar tek dritarja, ajo dritarja e madhe, e zgjedhur me kujdes kur kishte marrë apartamentin, ajo dritare me bimët e shumta, ajo dritare në për të cilën hyn drita e mëngjesit çdo ditë. Kishte parë qytetin, me dritat e tij, me lëvizjen e tij, me jetën e tij të pakufishme dhe të ndryshme dhe të gjallë. Kishte ndjerë, me gjithë trupin, jo vetëm me mendjen, kuptimin e asaj që kishte bërë. Jo vetëm për veten, por për ato vajza tjetra, për nënën e saj që ndoshta kishte filluar të hapte dritaret, për babain e saj që kishte mësuar të dëgjonte, për komunitetin që ndryshonte, ngadalë por ndryshonte, me secilën histori të thënë dhe secilën rrugë të gjetur. Kishte ndjerë se gjithçka kishte merit, edhe dhimbja kishte merit, sepse pa atë natë pas dere nuk do të kishte pas zë. Pa atë çantë të zezë të mbajtur fshurazi, nuk do të kishte pas rrugë. Pa atë ikje me hapa të qetë e të dinjitetshëm, nuk do të kishte pas shembull. Pa atë shembull, ndoshta ajo vajzë 19 vjeçe me ëndrrën e mjekësisë nuk do të kishte guxuar të thoshte fjalën e saj. Historia e Arbreshës nuk ka fund të filmit, nuk ka muzikë dramatike, nuk ka skenë finale ku gjithçka zgjidhet dhe gjithçka shkëlqen. Ka diçka tjetër. Dhe ndoshta kjo diçka tjetër është më e bukur. Ka vazhdim, ka jetë që vazhdon, me kompleksitetin e saj, me momentet e mira dhe ato më pak të mira, me ditët e lodhjes dhe ditët e gëzimit, me lidhjet e shëruara dhe ato akoma në shërim, me projektet e reja dhe me sfidat e reja. Ka njeri të plot, jo perfekt, jo pa plag, por të plot. Arbresh ka mësuar gjëja që pak njerëz e mësojnë pa kaluar në përzjarr, se jeta nuk është çfarë ndodh me ty, por çfarë bën me çfarë të ndodh. Ja kishin marrë shumë gjëra, kohën, dinjitetin, zgjedhjen, por nuk ja kishin marrë mendjen, nuk ja kishin marrë zemrën, nuk ja kishin marrë atë fletore me skica në ndyshek, as fizikisht, as metaforikisht, dhe me to kishte ndërtuar, gur nga gur, dit nga dit, vendim nga vendim. Kishin pritur të shisnin vajzën e tyre. Ajo kishte kthyer dorën dhe kishte bler liri. Kishin menduar se e kishin humbur. Ajo kishte gjetur veten. Kishin menduar se kishte turpëruar familjen. Ajo kishte ndërtuar diçka që familja kurrë nuk do ta harronte. Kishin menduar se ishte e dobët, sepse heshte. Ajo kishte qenë duke mbledhur forcë. Dhe tani, aty ku dikur kishte pas vajzë me sy të frikur pas dere, kishte grua me sy të njëjtë të zinj si nata, por me dritë brenda tyre, me punë të madhe në dorë, me njerëz të dashur pranë, me histori të thëna dhe histori të reja akoma duke u shkruar. Me zërin e saj, me atë zë që dikur kishin munduar ta mbyllnin në kafaz dhe që tani fluturonte. Nëse keni dëgjuar deri këtu, nëse keni qëndruar me Arbreshën nga fillimi deri në fund, ju lutem lini koment. Tregoni se çfarë ju ka prekur më shumë. Tregoni nëse keni jetuar diçka të ngjashme, ose nëse e njihni dikë që e ka jetuar. Tregoni nëse historia e Arbreshës ju ka dhënë diçka, sepse historitë kanë vlerë kur ndahen, dhe fjala juaj poshtë kësaj videoje mund të jetë, kush e di, ajo pike vogël njohjeje për dikë që e shikon dhe ka nevojë ta di se nuk është vetëm. Arbresh nuk ishte vetëm, edhe ju nuk jeni.